Limi qëndron pranë Benitës dhe fillon ta ngacmojë me një ton të lehtë por të drejtë për drejtë, duke i folur për ndjenjat e tij dhe për dëshirën që ka pasur gjatë gjithë ditës. Ai i thot me një buzëqeshje të vogël, "A do flem sonte bashkë? Se mua më ka ngrefur gjithë ditën që të kam pa." Fjalët e tij janë të qarta dhe të sinqerta, dhe njëkohësisht kanë një dozë dallëje dhe flirtimi që e bën situatën të tensionuar emocionalisht. Benita përpiqet të qëndrojë e qetë, por mund të duket e hutuar dhe e ndrojtur nga mënyra si Limi i drejtohet. Ajo e ndjen tensionin e momentit dhe emocionet e saj fillojnë të përzihen. Një pjesë e saj ndjehet e tunduar, ndërsa një pjesë tjetër është e kujdesshme dhe e rezervuar. Teksa Limi vazhdon të flasë, ajo përpiqet të mbajë kontroll mbi emocionet, duke reflektuar brenda vetes për atë që po ndodh dhe çfarë do të thotë kjo për marrëdhënien e tyre. Limi shikon drejt Benitës dhe i tregon se kjo nuk është vetëm një fjalë e thjeshtë. Ai ka kaluar gjithë ditën duke menduar për të, duke ndjerë mungesën dhe dëshirën për afrim. Ai i shpjegon se për të ky moment është i veçantë dhe se dëshira për t'u afruar nuk është e rastësishme. Fjalët e tij janë të ngarkuara me emocione, dhe ai përdor gjestin e shikimit për të treguar se është i sinqertë dhe se nuk po luan. Benita përpiqet të përgjigjet, por çdo fjalë duket e vështirë për t'u thënë. Ajo mendon për ndjenjat e saj dhe për atë çfarë mund të ndodhë nëse i jep përgjigje pozitive. Një pjesë e saj ndjehet e lumtur dhe e kënaqur nga afërsia dhe kujdesi i Limit, ndërsa një pjesë tjetër ka frikë se gjërat mund të shkojnë shumë shpejt dhe të krijojnë probleme ose keqkuptime me të tjerët. Limi e kupton rezervën e saj dhe përpiqet të qetësojë situatën duke folur me një ton më të butë. Ai i thotë se nuk ka presion dhe se çdo gjë është për të ndjerë afrim dhe shoqëri, pa ndjenja fajësie apo tensioni. Kjo e bën Benitën të ndjehet më e sigurt dhe e gatshme të shprehë ndjenjat e saj, ndërsa tensioni mes tyre rrit dramatizmin e momentit. Tek dialogu vazhdon, Limi përshkruan se si e ka kaluar gjithë ditën duke menduar për Benitën, duke e parë në çdo moment dhe duke ndjerë mungesën e saj. Ai i thotë se kjo është arsyeja pse dëshiron të jenë bashkë sonte, dhe se për të ky afrim është i natyrshëm dhe i vërtetë. Benita, ndërkohë, përjeton një gamë emocionesh, lumturi, emocion, dyshim dhe një farë kurioziteti për atë që do të ndodhë. Gjithçka zhvillohet me një ritëm që lë hapësirë për tension, pauza dramatike dhe reflektime të brendshme të Benitës. Ajo mendon për atë që ndjeu gjithë ditën, për përpjekjet dhe emocionet që ka pasur, dhe për mënyrën si Limi po i afrohet tani. Ndërkohë, Limi qëndron i durueshëm dhe i përkushtuar, duke treguar se dëshira e tij për afrim është e sinqertë dhe nuk ka qëllim të shpejt apo të pavend. Ky moment mund të zgjasë lehtësisht mbi 5 minuta video, me dialog të ngadaltë, emocione të thella, pauza dramatike dhe reflektime të brendshme, duke krijuar një atmosferë të